Rigel Sevako është zëvendëstaneri i ekipit e basketbollit meshkuj po Gradeci. Profesor, ishit mysafir në Shkodër sot, u mundet me rreth 20 pikë diferencë, i përshtype për ndeshjen. Ndeshja në aspektin tonë lojti mirë, arritëm të mbyllim disa zona që ne menduam, u i realizuam, por vërtet Vllaznia kishte një ekip shumë më të mirë se ne, kishte lojtar në nivelit më të lartë, por ne arritëm të bënim atë tonën sa patë mundësi. Në fakt, kjo fillim sezoni nuk ka qenë shumë pozitiv për skuadrën tuaj. Jo, në fakt neve nuk e mendonim se do ishim në Super Ligës, nuk arritëm edhe menduam që do ishim në nivel pak më të dobët, siç është në kategoria e dytë, por që gjithsesi ne po mundohemi pas të rritemi maksimum që të japim atë më të mirën tonë të mundshme në ndeshjet e ardhshme. Çfarë nuk shkoi sot, pak a shumë më themi për skuadrën tuaj? Po në pjesën në mbrojtjen defensive arritëm mirë, kurse pjesën ofensive kishte problematika në aspektin e distancave 3 pikëshit edhe pak në zonë, por që në përgjithësi rezultati shkoi mirë, po themi. Pavarësisht se humbë, po gjithsesi. Ju jeni ballafaquar dhe me skuadrat e tjera, sot me Vllaznin, në krahasim me skuadrat e tjera. Si e veçoni skuadrën Kuçi Blu? Ne mendonim se edhe mund të mundeshin pak më shumë, sepse Vllaznia është vërtet ekip shumë i mirë. Vllaznin ne e konsideronim një ndër ekipet më të mira, si pjesë e Beslidhjes, bashkë edhe Apollonis, aty e krahasonim edhe Vllaznin, por që edhe ata lojtën shumë mirë. Për ta mbyllur objektivi i po Gradecit në këtë sezon? Objektivi. Ne duam gjithmonë të fitojmë. Kemi disa objektiva, të arrim të paktën në vendi i 7 ose i 6, po themi, por që shohim fazën e dytë. Profesor, faleminderit për intervistën.